kjo heshtje dhe kjo neglizhencë e këtij populli përpara një fatkesie kaq të rëndë, mendoj se tregon një rënje të ndërgjegjes njerëzore, të dhimbjes, madje ta them dhimbjes kombëtare. Neve na iku djali, nuk na kthehet më ai djalë, sikur bota të përmbyset. Por ka diçka tjetër mbrapa se prindrit që janë sot kudo në çdo familje apo mësues nëpër shkolla, mjek nëpër spitale, kudo që janë, do dinë një gjë që nesër mund të ketë një Erion tjetër, si Erioni, si Martini. Dhe kjo është plaga që le Erioni mrapa. Thikat e Erionit janë në çdo zemër shqiptare sot. Nuk janë vetëm tek ne. Thikat e Erionit mund të jenë thikat e dikujt e një fëmie tjetër nesër, e lut Zoti që mos i ndodh kujt më, por kjo neglizhencë e popullit shqiptar apo e gjithë prindërve nuk për ne tregon që edhe drejtësia për Erionin është shumë e vështirë. Pse mendoni të vështirë drejtësin për Erionin? Nëse unë kam marrë me qindra e mira mesazhe nga shumë miq brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe i falenderoj shumë gjithë shqiptarët për këto mesazhe ngushëllimi. Por mendoj se ngushëllimi i madh edhe më i thellë do ishte nëse do ishin sot këtu, sepse ishte një njoftim publik. Ne bëm protestën edhe në Bulqiz, fëmijët që kishin njoftuar protestën erdhën aty, por ishte e dhimbshme mungesa e prindërve. Ndërsa nëse e shoh që drejtësia e Erionit është e vështirë, nga gjithë rastet që ka pasur më përpara, është abuzuar me të vërtetën për t'i shkuar deri në fund një të vërtetë kaq dhimbshme. Cila është e vërteta juaj? E vërteta jonë është që Erioni ka qenë krejtësisht i pafajshëm, një fëmijë i urtë, një fëmijë i dashur, një fëmijë që nga shkolla shkonte edhe në punë, ishte edukuar me punën, ishte edukuar me normat e familjes dhe jo të rrugës. E vërteta e dhimbshme është se Erioni është prerë në besë nga kjo shoqëri që sot për fat të keq, nëse një fëmijë e edukon dhe e rrit, e harxhon kohën me të, është djalë i mirë, mëson në shkollë, është fati i keq në anën tjetër se një prind që nuk është marrë fare me fëmijën e tij, e ka lënë në hije edukimin e fëmijës së tij, pikërisht ai bëhet arsyeja duke xhelozuar këtë fëmijën e mbar, këtë fëmijën që mëson në shkollë dhe duke pasur atë zilin që si ta dëmtoj, si t'i bëj keq. A jeni kontaktuar nga familje të arrestuarit? Nuk kemi asnjë lidhje dhe nuk na intereson. Na intereson vetëm drejtësia e Erionit. Ky shtet duhet lëvizet, duhet tronditet. Ky është tërmet që është më i rëndë se një tërmet. Kur rriten fëmijët, mendoj se asgjë s'ka mbi fëmijët më. Po nga shkolla, jeni kontaktuar, kanë ardhur për ngushëllime, shok të Erionit? Po, kanë ardhur shok të Erionit, kanë ardhur autobuset nga Durrësi, kanë ardhur shok të Erionit, janë sensibilizuar me ne, me buqeta lulësh, duke u lëritur me qame, se vetëm ne e dim. Unë për shembull kam lejt atë ditë gjithë ditë duke mbajt fëmijët se ishin shumë keq, dhe du t'i falenderoj dhe t'i uroj aty në prindërve që i sollën nga Durrësi atje, Zoti t'ju alej, Zoti t'ju afal dhe të rrim pranë gjithmonë fëmijëve të tyre. Nëse erdhën në Bulqiz dhe nuk janë sot këtu të pranishëm, mendoj se është orari i shkollës dhe këtu mendoj se ka diçka që aty është pika, që fëmijët nuk janë sot këtu. Edhe pse kanë lënë orarin në 11, shkolla duhet i lejote, sepse ishin këtu për shokun e tyre, për vllajën e tyre. Besoj se ato kanë bërë një gjë shumë fisnike, por fëmijët nuk janë lejuar. Mendoj unë nuk janë lejuar sepse nuk ve pa asnjë mësuesi as kujt, por ashtu janë rregullat edhe. A duhet një hap të radhës nga ana e juaj si familjar? Ne hapat i kemi vetëm me drejtësi. Faleminderit. Besojmë nga drejtësia? të zbardhet çështja dhe të marrë dënimin që meriton, sepse nuk ishte vetëm një vrasës, ai kishte edhe 2-3 shokë tjerë bashkë me atë. Të gjithë të shkojnë para përgjegjësisë.